Ish-presidenti Ilir Meta ka hequr dorë nga kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurisë që kishte paraqitur më herët në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjatë seancës gjyqësore të zhvilluar sot, Meta vendosi të tërhiqet nga kërkesa e tij, duke bërë që çështja të mos shqyrtohet më nga trupa gjykuese. Sipas saj, mbetet në fuqi masa e sigurisë e vendosur më parë ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ajo e arrestit me burg. Deri tani nuk janë bërë publike arsyet që detyruan Ilir Metën të tërhiqet nga kërkesa për lehtësimin e masës së sigurisë. Ekspertiza paraprake mjekoligjore për vdekjen e Joana Nikolajt, 25 vjeçares që ndroi jetë në QSUT pasi u vetëlmua me fosoksin, ka zbuluar se në trupin e saj kishte shenja të dukshme dhune. Dyshohet se këto plagë janë shkaktuar nga ish-partneri i saj Eraldo Fizi, i cili është shpallur në kërkim nga policia. Raportet e mëparshme se eria ishte shtatzën janë hedhur poshtë nga ekspertiza mjekoligjore, ndërkohë familjarët e saj pretendojnë se ajo ishte dhunuar brutalisht nga ish-partneri. Para se të ndërmerrte aktin fatal, 25 vjeçaria kishte lënë edhe një letër ku shprehte se nuk donte më të vazhdonte të lëndohej nga personat që i kishin bërë keq. Në fund të mesazhit ajo u kërkonte ndjes prindërve të saj. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë për Rando Aliun, i arrestuar rreth një vit më parë në kuadër të operacionit ndërkombëtar Ura. Sipas vendimit të gjykatës, masa arrest me burg është zëvendësuar me arrest shtëpie duke i dhënë fund qëndrimit të tij në paraburgim. Spak dyshon se Aliu ka qenë i përfshirë në transportimin e shumave të mëdha të parave të palishme, të cilat sipas hetimeve futeshin në Shqipëri përmes linjave të autobusëve që vinin nga jashtë vendit. Në dosjen hetimore ai përmendet si dyshuar i lidhur me grupin kriminal të drejtuar nga Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës, që sipas hetimeve dyshohet se ishte i përfshirë në trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash. Operacioni Ura i zhvilluar në bashkëpunim me Spakut dhe autoriteteve italiane antimafia çoi në 52 masa sigurie dhe 10 arrestime në Shqipëri dhe vende të tjera të Europës. Një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është ekstraduar nga Spanja drejt Shqipërisë pasi akuzohet për shkatrim prone me eksploziv. Bëhet fjalë për Roberti Sakun, 48 vjeç, i cili u soll në vend fal bashkëpunimit me Interpol Tirana e Interpol Madrid. Sipas autoriteteve, gjykata e shkallës së parë Dibër i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale shkatrimi pronës me eksploziv me pasoja të rënda materiale. 48 vjeçari akuzohet se më 29 qershor 2018 vendosi lëndë plasëse në një automjet tip Audi në Bulqiz. Automjeti ishte në pronësi të shtetasit me iniciale FT dhe përdorej nga pronari një lavazhi në zonë. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar, por u shkaktuan dëme materiale. Ekstradimi u realizua në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, që synon kapjen dhe kthimin në Shqipëri të personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Gjatë kontrolleve të detajuara në hyrje-dalje të vendit, shërbimet e policisë kufitare në portin e Durrësit ka ndaluar Armando Valcizan, 42 vjeç, i cili ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane. Ky shtetas njihet edhe me identitete të tjera, si Armando Dervishi, Armando Giorge, Altin Dervishi dhe Martin Dervishi. Sipas verifikimeve, gjykata e Pordelones e ka dënuar me 5 vjet, 9 muaj dhe 5 ditë burg për veprën penale vjedhje me pasoja të rënda dhe për emigracion të paligjshëm. Arrestimi është bërë me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë. Interpol Tirana po bashkëpunon ngushtë me Interpol Romën për të realizuar procedurat e nevojshme ligjore. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme hetimore dhe koordinim ndërkombëtar. Një shpërthim një bombole gazi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një banesë në Shupens të Bulqizës, duke lënë plagosur 2 persona. Sipas policisë, ngjarja është regjistruar rreth orës 9 dhe dyshohet se shpërthimi ka qenë aksidental. Nga incidenti kanë mbetur të lënduar 2 persona, të cilët janë transportuar menjëherë në spital. Autoritetet bëjnë me dije se fatmirësisht të dy ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas ngjarjes, në vend ka mbërritur grupi hetimor i cili ka nisur veprimet për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe shkaqet e shpërthimit.
Policia e Klosit ka referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal ndaj një 62 vjeçari banues në fshatin Bershi, i dyshuar për veprën penale vetgjyqësi. Procedimi erdhi pas kallëzimit të bërë nga një 65 vjeçari i cili pretendon se më datë 11 mars, 62 vjeçari ka bllokuar rrugën mjeteve bujqësore që e çojnë drejt pronës së tij. Ndërkohë vajza e 62 vjeçarit publikoi një video në rrjetet sociale ku pretendon se është dhunuar nga policia. Por sipas autoriteteve, ndërhyrja e policisë është bërë vetëm për të parandaluar për shkallëzimin e konfliktit mes familjeve, duke theksuar se nuk është ushtruar dhunë. Policia bën me dije se konflikti për pronën është trajtuar edhe më parë dhe materialet janë referuar prokurorisë Diber, ndërsa është kërkuar dhe ndërhyrja e Bashkisë Klos. Ndërkohë hetimet për këtë rast vijojnë. Një djalosh shqiptar 24 vjeçar i arrestuar në shkurt për trafik kokaine në Paris është lënë i lirë për shkak të një gabimi procedural. Sekretari i gjyqtarit harroi të nënshkruante proces verbalin gjatë vendosjes së paraburgimit. Avokatja e tij siguroi që i pandehurit të lirohej me detyrimin të paraqitej 2 herë në javë në komisariatin e Parisit dhe të siguronte një adresë brenda 48 orëve. Rasti lidhet me një grup të vogël trafikantësh që përdorte banesa si magazina dhe dorëzonte drogë direkt te klientët pa përdorur makina për të shmangur vëmendjen e autoriteteve. Operacioni policor çoi në sekuestrimin e 2 kilogramve kokain dhe të një shume parashkesh. I pandehuri pranoi pjesëmarrjen e tij në trafik duke deklaruar se vepronte nën presion për shkak të një borxhi prej 10.000 eurosh. Prokurori pranoi gabimin procedural, duke theksuar se lirimi mund të ishte i mundur pasi nuk ishte respektuar forma e seancës. Mirëpo nëse nuk gjen dot vendbanim në Paris, ai do të rikthehet në burg. Ish-presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, mbahet i burgosur që nga 3 janari i këtij viti pas arrestimit në SBA. Ai ndodhet në një qeli të ngushtë, 2 me 3 metra, me një krevat metalik, tualete, një dritare të vogël, duke kaluar shumicën e kohës në izolim. Në një artikull të dedikuar nga mediat e huaja, theksohet se daljet jashtë qelisë janë vetëm 3 herë në javë për 1 orë, me pranga dhe shoqërim nga 2 oficerë. Maduro përballet me akuza për narkoterrorizëm, import të kokainës dhe përdorim armësh të rënda. Përditshmëria në burg është e rrept. Numrime të vazhdueshme, drita që nuk fiket plotësisht dhe zërat të burgosurve gjatë natës. Ky izolim e bën jetën e ish udhëheqësit shumë larg imazhit publik që kishte në Venezuelë. Ky është realiteti i ri i Nicolas Maduros, përshkruar në detaje në një material të dedikuar nga gazeta spanjolle ABC. Kjo e fundit i cilëson ambientet e paraburgimit në Brooklyn si ferri në tokë.